Publiku në shok. Politika ndal Big Brother VIP Kosova 4, nisja zyrtarisht shtyhet. Shtyhet nisja e Big Brother VIP Kosova 4, japse produksioni mori këtë vendim. Edicioni i 4 i spektaklit shumë të ndjekur Big Brother VIP Kosova nuk do të nisë më në datën e planifikuar fillimisht, 31 tetor. Sipas zburimeve pranë produksionit, premiera e këtij sezoni është shtyrë për në fund të nëntorit. Arsyeja kryesore e këtij vendimi lidhet me zhvillimet politike në vend. Kosova do të mbajë zgjedhjet lokale më 12 tetor, të pasuara nga balotazhi që pritet të zhvillohet më 9 nëntor. Për të shmangur mbi vendosje me këto ngjarje dhe për të siguruar një nisje sa më të suksesshme dhe të vëmendshme për publikun, produksioni ka zgjedhur të shtyjë startin e spektaklit. Ky vendim synon të garantojë që Big Brother VIP Kosova 4 të nisë në një moment më të përshtatshëm, ku gjithë vëmendja e audiencës të jetë e përqendruar tek formati dhe jo në zhvillimet politike të vendit. Abonohuni në kanalin ton për të marrë zhvillimet më të reja për show-met e ndjekur në Kosovë dhe shqipëri atë të Big Brother VIP Kosovës.